Faleminderit e nderuar kryetare, teksa po presim deputetët e partive opozitare që të vinë këtë seancë, kërkova fjalën me mirëkuptim, megjithse e di që në këtë seancë do duhet kishte votim dhe jo diskutim apo fjalë, mirë po vetëm për ta ritheksuar dhe për ta vënë theksin, pra edhe një herë tek ulset e thata që janë të këtyre deputetëve. Deputeti në këtë rast si funksion është delegat i deleguar, përfaqësues i popullit. Përpara dhe ju kanë thonë delegat, sepse ideja është nuk i zen 1 milion votues të gjithë në një sallë që të marrin vendime, prandaj qytetarët edhe votojnë për deputetët në mënyrë që ata deputet të vinë këtë kuvend dhe të përfaqësojnë ata votues. Në ditën më të rëndësishme, kur deputetët, të cilët kanë marrë besimin e qytetarëve, pra deputetët e opozitës, dhe do duhet të ishin këtu që ta përçonin atë besim, nuk i kemi. Ulset e tyre janë të thata dhe ata nuk e përfaqësojnë qytetarin i cili ka votu. Pra gjithë ju qytetarë që keni dhënë votën për ata deputet, e cilët sot nuk po ju përfaqësojnë me mungesën këtu, duke sabotuar Republikën e Kosovës dhe duke e çuar vendin në zgjedhjet e evitueshme dhe të panevojshme, sepse sa po kemi pas zgjedhje. Pra gjithë ju duhet t'i pyesni ata, sidomos tash, nëse po shkojmë zgjedhje dhe ata vinë e përsëri ju a kërkojnë votën, t'i pyesni pse me ju votu juve. Nëse ata deputet, pra nuk po ju përfaqësojnë juve qytetarë të dashur. Cila është arsyeja pse ata do të marrë përsëri me kërku votë e ju përsëri me i votu këta? Nëse këta po e bojkotojnë kuvendin, e po e sabotojnë Republikën, duke detyru vendin me shku edhe një herë në zgjedhje, sepse kanë vendosur që të mos respektohet vullneti i popullit i zgjedhjeve të sapo mbajtura, pra në 10 orë të vitit kaluar, atëherë do të duhet ta kishin edhe përgjigjen e juaj. Kur po është për me bo mirë e për me ju përfaqësu juve, nuk i kemi sot këtu. Para pak ditësh, para 2 ditësh, ishte seanca për rishikimin e buxhetit. Një seancë ku do duhej pra jo vetëm me shumicë të thjeshtë të votoj buxheti, por për shkak të procedura, pra duhej edhe te kalimi i afateve procedurale. Sepse nëse jemi të ballafaqur me një afat si ky sot, pra që sonte në mesnatë përfundon afati për zgjedhjen e presidentit dhe nëse nuk kemi zgjedhje të suksesshme, kuvendi shpërndahet, pra s'ka më kuvend që mundet me marrë vendim për rishikim të buxhetit, pra kërkoheshin 2/3 e deputetëve prezent, në mënyrë që të përshpejtohej afati dhe rishikimi i buxhetit të trajtohej me procedurë të përshpejtuar. Ai rishikimi i buxhetit parashite 122 milion euro shtesë, pra që t'i shtoheshin pakos për përballje me inflacion, e cila në tërësi ka vlerën 200 milion euro. Pra ishin 200 milion euro të dedikuara për t'ju mbështetur juve qytetarë të nderuar në për situatat dhe barën e rënd që e keni si pasojë e krizave dhe tronditjeve të jashtme që po i kemi në vazhdimsi. Për këtë temë madje ka pasur edhe debat në këtë kuvend. Kanë qenë vetë deputetët e opozitës që kanë ftuar debat dhe kanë kërkuar që qeveria të ndërhyjë me masa mbështetëse për t'i mbështetur qytetarët. Dhe çfarë ndodhi atë ditë? Pra kur pritej që një gjë e tillë të mos pengohej, pra rishikimi i buxhetit të mundsohej të hynte me procedurë të përshpejtuar, të votohej pakoja për përballje me inflacion, në mënyrë që qeveria të kishte durët e lira për t'i mbështetur qytetarët. Atë ditë, pra kur është fjala për me i pengu masat në mbështetje të qytetarëve, i keni pa të gjithë deputetët e opozitës kanë qenë këtu. Të gjithë, madje edhe lista serbe ishte mobilizuar gjatë tërë ditës kanë ecë këtu, në mënyrë që kur të vje puna me votu për shpejtim të procedurës, e që duheshin 2/3 e deputetëve, ata me votu kundër edhe me bloku procedimin tutje të rishikimit buxhetit. Prandaj edhe një herë, të gjithë qytetarët duhet ta shohin këtë seancë sonte, e po besoj janë duke e përcjell, sepse është seancë vendimtare ku përcaktohet fati i Republikës se si shkon tutje. Pra apo respektohet vullneti qytetar i dalur nga zgjedhjet të lira i 28 dhjetorit,
apo po merret peng fati i Republikës dhe kësaj pra po detyrohet vendi për shkak të procedurës dhe për shkak të bojkotit, pra detyrës që nuk po e kryen përfaqësues të juj, cilët i keni votu, vendi detyrohet me shku edhe një herë në zgjedhje dhe le që s'mundet me ju ndihmu qytetarëve se pakon mbështetëse e bllokun, po do të ketë kosto shtesë spaku 10 milion euro për zgjedhjet e reja e do të ketë kosto shumë më të madhe shtesë si pasojë e mos funksionimit kuvendit e si pasojë e mos miratimit të reformave që parashihen me planin e rritjes. Ju e dini sa zhurma është bë për ta miratu planin e rritjes së Bashkimit Evropian. 882 milion euro. Dhe shumë mirë e shumë falemderit edhe deputetëve të opozitës që e votuan planin e rritjes e ratifikuan, sepse nevojiteshin 2/3 e votave. Mirë po ai ka qenë vetëm hapi i parë. Ato 882 milion euro janë të gjitha të lidhura me reforma të caktuara. Pra është një plan i reformave të cilat duhet të arrihen, pra të miratohen në kuvend, njëra pas tjetrës, pra ligje të caktuara, e të cilat nëse nuk miratohen, një pjesë e tyre, pra kanë afat skadence deri në qershor, humbin ato para. Pra nëse nuk kemi kuvend në muajin qershor, pra në muajin maj dhe qershor, kur këto ligje, këto reforma do duhet miratoheshin e që janë të parapara në atë listën e planit të rritjes, ato para do të humbin. Pra këtë është ratifiku marrëveshja e planit të rritjes me Bashkimin Evropian. E këtë është. Pra ato pare nuk mund të materializohen dhe Republika nuk mund t'i përfitoj, Republika Kosovës, sepse reformat të cilat janë të parapara për të na i sjell ato para, nuk mund të miratohen nga ky kuvend nëse ky kuvend shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje. Pra kostoja është shumë fish më e madhe. E kush e bën, pra kush e pagun këtë kosto e pagun qytetarët. E krejt kjo është pasojë e papërgjegjshmërisë totale të deputetëve opozitar, të cilët pra po vazhdojmë të shohim që ulset i kanë të thata dhe nuk po e respektojnë vullnetin as të votuesve të tyre. Pra votuesit pse kanë arsye me votu dikën i cili nuk vjen me kry punën e vet. Cila është arsyeja ose preteksti që një deputet i opozitës tash me shku prap në fushat me kërku vot edhe me ju thonë qytetarëve na votoni se na nuk shkojnë në seancë. Kjo është absurde. Pra kjo s'ka të bëjë me demokraci. Kjo është shkelje e demokracisë, kjo është shkelje e vullnetit qytetarëve dhe kjo është përbuzje e procesit elektoral. Prandaj është tepër me rëndësi që ne të presim edhe sa minuta na kanë mbetur deri në fund të afatit, megjithatë u kemi dhënë çdo mundësi të mundshme. Pra kemi dhënë oferta të pafund. Madje edhe ato që kanë pasur si kërkesa u kemi përmbush dhe prapë kemi pa që i refuzojnë, të njëjtat. Pra kësaj pune nuk di se si t'janë gjetë emrin njeri, përveç se ata kanë vendosur në mënyrë iracionale që ta ndëshkojnë popullin e Kosovës pse ka fitu lëvizja vetëvendosje. Pra po thojnë, kena më qu edhe një herë në zgjedhje deri sa ata të rikthehen në pushtet. E po kjo nuk është mënyra se si fitohet pushteti dashur qytetar. Nuk është mënyra, pra përmes blokadës e përmes detyrimit të vendit me shku në zgjedhje të një pas njëshme të panevojshme nuk do duhet të ishte mënyra. Ata do duhet të ishin këtu sot, pra duke na tregu alternativa, duke ofru emra që deri më tani pra përgjatë gjithë procesit as edhe një emër të vetëm se kanë thonë. Pra opozita pa alternativ nuk mund të synoj që të ketë pushtet. Deri më tani e keni pa që vetmin instrument që ata din të përdorin është se si të blokojnë. E kemi pa vitin e kalum, pra për 9 muaj e kanë mojtë kuvendin të blokum, e kemi pa edhe tash, si vjetë, vetëm se kanë ndryshu taktik, por synimi ka qenë njëjtë. Madje njëri nga ta e tha dhe në një emision, tha, na keni pa vjetë, tha qysh jemi sjell me taktik tjetër, folte pra për votues të tyre, e na keni pa edhe si vjetë që kemi ndru taktik, tha kështu që votuesi do ta vlerësoj cilën pedon, po taktika apo strategjia dhe objektivi është i njëjtë. Unë nuk di se çfarë të shtoj më tepër për këtë temë, sepse më të vërtet është zhgënjyse me pa se si qytetarët që kanë deleguar, pra kanë deleguar vullnetin e tyre tek përfaqësues të tyre, këtë rast nuk po përfaqësohen.
vullneti i tyre është marrë peng dhe po mbahet në për zyrat partijake, pra në kuvendin e Kosovës, mirë po ata deputet nuk po vinë këtu që ta ushtrojnë përgjegjësinë e tyre për cilën edhe janë votuar nga qytetarët. Faleminderit.